Kushtrimi dhe Eliona, një moment magjik që i bëri të duken si çifti perfekt në shtëpinë e Big Brother Kosova, mes gjithë debateve, tensioneve dhe strategjive të lojës, ka edhe momente që ndalojnë kohën dhe sjellin qetësi, emocione të pastra dhe ndjenja të sinqerta. Një nga këto momente ishte ai mes Kushtrimit dhe Elionës, një çast që preku jo vetëm banorët e tjerë, por edhe publikun përtej ekranit, të ulur pranë njëri tjetrit, larg zhurmës dhe konflikteve të ditës. Kushtrimi dhe Eliona dukeshin të qetë, të kënaqur dhe plot harmoni. Afërsia mes tyre ishte e natyrshme, pas forcim, sikur të kishin gjetur një strehë emocionale brenda asaj shtëpie të mbikëqyrur nga kamerat 24 orë në ditë. Kushtrimi mori kitarën në duar, një instrument që për të është mënyrë shprehjeje dhe ndjenje, dhe filloi t'i këndoj Elionës këngën Falma ti një zemër tjetër. Zëri i tij ishte i butë, i sinqert dhe plot emocion. Çdo varg dukej sikur i drejtohej vetëm asaj, ndërsa Eliona e dëgjonte me vëmendje, me një buzëqeshje që nuk fshihej dot. Ajo qeshte lehtë, jo nga turpi, por nga lumturia e pastër që i shfaqej në fytyrë. Syt i shkëlqenin dhe ai shkëlqim tregonte më shumë se fjalët, tregonte se ajo po e jetonte momentin me gjithë zemër. Banorët e tjerë i shikonin në heshtje, disa me buzëqeshje, disa me admirim. Në atë çast, Kushtrimit dhe Eliona nuk ishin thjesht dy konkurrentë në një reality show, por dy njerëz që ndanin një ndjenjë të bukur, një lidhje që po rritej ngadalë, por me sinqeritet. Harmonia mes tyre, gjuha e trupit, mënyra si shikonin njëri tjetrin, i bënte të dukeshin si çifti perfekt. Ky moment u bë një nga më të komentuarit nga publiku. Shumë shikues e pan këtë si një anë të rrallë dhe të vërtetë të Big Brother Kosova, një dëshmi se mes lojës dhe presionit mund të lindin ndjenja të pastra dhe momente që të mbeten në mendje. Kënga, e qeshura e Elionës dhe qetësia e Kushtrimit krijuan një skenë që dukej sikur vinte nga një film romantik. Në fund, ky çast mes Kushtrimit